Në konkursin ndërkombëtar të verës të mbajtur në Novi Sad, Serbi, kantina Dedvukaj Vajnjarës është vlerësuar me 3 medalje të arta. Medaljet janë dhënë për verërat Adriana, Pietro dhe Oro di Lago, të cilat u cilësuan nga juria si produktet me cilësi të lartë. Çdo verë prezantuar nga kjo kantinë ka pasur një emër me domethënie të veçantë, të lidhur me trashëgiminë familjare dhe historinë e prodhuesit. Sipas pronarit Pashko Dedvukaj, ky vlerësim është rezultati i punës së vazhdueshme në vreshtë dhe në procesin e prodhimit. Dedvukaj Vajnjarës është një ndër kantinat që operon në Malsi dhe ka marrë pjesë në disa konkurse ndërkombëtare. Vlerësimi në Novi Sad përfaqëson një ndër sukseset më të larta të kësaj kantine në skenën ndërkombëtare. Po si ide, erdhi një shok imi që merret me vena allaj, më lajmëroi se do të më çuo venat e tina për vlerësimin e Novi Sadat që i bojnë për panajirin e Novi Sadit. Më thot, po i qojmë bashkët, po i qojmë, tha do me i quo, thot edhe ti, thëm, okej. Edhe ajo ke ideja që i qume, me thënë drejtë nuk e pritat rezultat. Mirë po, prej Malit Zi, vena që i kanë shko këton prej Malit Zi, janë ma të shmushimet me bazë të pikve që i kanë marrë, janë me ma shumë të pikë që i kanë marrë. Plus është edhe një gjëna tjetër që ata pancirë pas që i kanë qilë, se atje shkon të tanë blind tasting, edhe nuk është vetëm arit, medalë arit, para është si që thirën atë ari fort. Ashtu që me i quë 3 vena, me i marrë 3 medaljet të arta, atë më thanë një është një gjënë shumë e rrallë, që ndoshta një herën 10 vjetë, 12 vjetë, ku ta di, ashtu si që më kanë thonë ata. A mund të na tregosh pak më shumë për pjesën e emrave të vendosura në këto vera? Kur me i këshyrë tash da shumë thjesht, po me ardhë dherë të emni, besëm është as pak e letë. Se duhet edhe një përshtat elevens për diçka me u lillë me diçka. Tash si ke marrë dherë të, me të parë në Adriana, Adriana është një vend pak me letë se këto 2 tjera që i kam, edhe është varieteti i rrushit që është në ta është Marcellan e Sira, po Marcellan për këtë gjinisë femnore. Ashtu që e kem vune më ndvajs Adriana, edhe është një vend pak me letë, si të tënë që mund është me e pi edhe pa me pas nevoj për me kënë tu me jezit në isen atu me hagër, unë është hajpe e qili me e pi gotë, ti është fill vetëm për qije, si shtohet. Përsa i përket Pietro e Oro di Lago, këta në vena pak ma serioze, nuk nëse s'mujnë mu për i vetën edhe ato mujnë, por në kjo se i shesnën edhe me meza apo me ushqim, atërna e kanë peshen edhe ma transi shtohet. Pietro, Nemend Babs, Cabernet Franc me Syrah. Cabernet Franc është varietet shumë i qmuam, edhe është shumë, të tonë si në varietetet, të rushit e tana është një ndër ma të forta, që me ta ma me rëndësi. Tash është e njëjta familja është edhe Cabernet Sauvignon, po Cabernet Sauvignon ka mas shumë të mbut, përderisa Cabernet Franc është e kundërta. Ka si shtot mas paktit si të në bot, por është shumë me qmoshme se Cabernet Sauvignoni. Edhe jo është sa me qmoshme, por është njëhet si me thënë si baba i vene. Ashtu edhe njëhet si varietetën në vreshtari. Në basë sajnat ne kem lanë edhe emnin e babës Pietro, dizajnin e etiketës, si që peshin një është ba në basë të mburojës, që i dikur e kanë përdoru shtartë, mirë po ne kem përdorë si mbrojtës i familjes e i pasunisë. Përderisa vena e tretë Oro di Lago, ajo është prap kemë shumë bazë varieteti është Skadarka, që është një varietet shumë i moqim, me përardhje prej rrëthin e liqeni Shkodrës. Mirë po në Malëzia ta nuk e ka kurkush. Për pos ne, në bazë të asajna, në etiketat të mundet me i pasë është ma për liqenit Shkodrës, edhe Oro di Lago në përkëthim është ar i liqenit. Për me i përkëthu, ashtu që me kënë së është përardhje prej rrëthin e liqeni Shkodrës, për ata e kemë lanë edhe emnin ashtu, dhe tu me kënë së është i vetëmi, është shumë ma unikat, si shtot, është
si fëmija që ka të rrit, e kem marrë mrapa, e kem këthye në vend vetë. Vërtet shumë interesante dhe do të ndalim pak edhe tek pjesa e ndikimit që luan edhe klima, pra pjesa që është karakteristike për shijen besoj të verërave, si luan kjo në cilësinë e verës? Po si klim, në ka dhënë Zoti për vneshta është mali i zi në region është i njoftën me më të kvalitetit saj për këtë hardhinjë i konvenon kjo temperaturë, po sa që për venat zeza e don tokën zallin, edhe e don diellin e shumë si tonë, se tash tepër të fortë që e kem këtu as ajo, po ta mbarë vita prej vjetet. Se është një gjë, siç ka kanë vjet për shembull, kanë diell tepër shumë zet, dielli i fortë, nuk mundet asnjëri me taj në diell si shtohet e të ljolt mundon njëjtën gjallë e hardhinjës, edhe rrushit atë në mirë, po duhet me ditë për çdo vit ka punon, duhet me ditë siç është koha, ashtu edhe duhet me punua. Kur nuk ka diell both duhet me i çesat pak më fort hardhinjat për me dal greci pak në diell. Siç kanë vjet që kanë diell fort, shumë nxehtë, vjetën dash me lanë në hije, mos me i qit grecat jashtë në diell se dielli e bzhit. Nuk e lënë mu pjek si duhet kur është temperatura, kur e ka lënë temperatura 35 për pjet, atër në ata duhet me pas shumë kujdes se nuk ka me mujtë mu pjek natyrshëm, por si shtohet e gut. E nuk e lënë mu pjek me i marrë të në aroma që duhet me i marrë kiselinat e shumë gjana tjera që ndikojnë në ven në fund. Po sa i përket procesit të prodhimit, si ndërthure tradita me teknologji në krijimin e një cilësie të mirë? Po tash, tradita është një rrugë, teknologjia është rruga Kemi tjetër. ndonjë ndërthurje që mund bëhet? Me ardh deri te kvaliteti, se shumë kur folim kështu dhe me shokë rrim, thotë për italiane, për franceze, për Evropë, atë thonë kanë tradit. Mirë po, ajo tradit, ata dikur, si shtohet, çka është tradita, se janë mënua tu marrë, kanë godit vjetën e pare, su ka dalje, godit dytën e tretën, e kanë shku tu me përmirësua, tu me pa taman se çka lypet. Në tash atë tradit si shtohet e blej me pare. Në tash s'kem nevoj më mënua me ra rrugë s'ka kanë ra ata, se kem direkt e dim se çka duhet me ba me ta. Plus çka është tjetra është teknologjia, veglat për ven, për me ardhë deri te kvaliteti, deri te cilësia e lartë është gjithçka varet prej vegla se çka keme përdor, prej mashina që keme me i përdor në vesh, prej tanka që kemi përdor atë. Dikur është me kem podrumi, se s'kan pas as klima, po vëlla diku poshtë në podrum me mujt me ruaj temperaturën sa do ka muj, megjithse ajo temperatura kanë varet si janë koha, një kanë zet, knit, edhe në podrum ka muj me i luj, ka pak temperatura. Mirë po sot janë tankat, vinifikatora i thirrën, ata mundesh me i lanë midis livadit janë atë, nuk e ka problem një vend temperaturën 60 na i ka me i pajt, let, sa do që të vesha e pa një temperaturë mrenë, se është si të mpaka shumë si frigorifer. Sa t'ja vesh temperaturën, janë që ka me i pajt, muj me shku me i grad ma nëllta ma poshtë, për jo me lujt ma shumë prej asajna. Ashtu që për çdo veni dihet se në cilën temperaturë do të me i krye fermentimin, pas fermentimit cilën temperaturë tjetër do të me i pas, dikur janë mundua me atë punë, sot është teknologjia që nuk ke nevoj me menua, po prej telefonit e kontrollon gjithë cilën tank posaçe, se sa është temperatura në ta, do të me tërnua, ka lujt ventit, në kjo se ik temperatura pak ma nëllta, diçka ty dje notifikimin telefon për pasi aplikacionet të shërë që filan tanki, diçka nuk kanë rregull, muj me nëll, aja është i rrath shumë i rrallë, po sot e ke shumë ma kollaj me përcil, me ardhër të kvaliteti se çka kanë dikur. Tamë për mes teknologjisë, pra në kjo se i bërzi si shtohet edhe shkollën, edhe traditën, atër keme ardhër një kvalitet, një cilësi shumë tjetër. Në kjo se veç rri me tradit, atër na ka me kenja ta që ka kënë dikur, po me dasht me shkojtë me ato traditës më varet, atër na si mjetë bella ka mu qartë, se ti vjetë ka me kënë të mirë, sot 2 vjetë ka me kënë ashtu, se nuk mund është mja ruajt të mira që i ka rrushin ta, nuk mund është mja ruajt
për me ardhur deri te ajo cilësi. Ashtu që teknologjia pa ata sot nuk mundet për me ardhur deri te cilësi. Tradita ajo është prap një gjë që janë munduar si thohet njerëzit për me ardhur deri te ajo cilësi dhe e kanë pasë pse ka dalë si mjet më të mirë, se kanë kjo temperaturë, pse pajtën këta. Në tash s'kem nevojë me i kalu ato punë, janë të kalueshme e di fiks cilin varietet në çfarë temperaturët, si me krye fermentimin e gjitha, nuk kem nevojë për marrë deri te ai rreziku apo qartet as po qartet. Dhe sa i përket procesit, sa kohë merr për të përfunduar? Sa i përket procesit tonë varet edhe çka do me godit. Venat e bardha, ato që është vjel vjet, në 2024, në 2025, në verë, edhe para verët, ajo është gati për mu konsumua. Në po është shumë me shtirë është për me godit venën e bardhë. Do në me shtirë, kur zha nuk është shtirë, kur do me punua, por pse po thëma shtirë është se vena e bardhë në moment, kur jetu me qëtryllë rrushin, ti mundesh me qartë. Ashtu që janë shumë delikat. Përderisa vena e kuqe ka ndoshta proces shumë më gjatë, por është me kollaj për me punu, nuk muj me luajt atë kollaj, nuk muj me të prish atë kollaj. Vena e zezë, si do që ti e len fiton bojnë, cilën bojnë që duesh vetë, se shumë mendojnë aja ke qitë bojnë asë janë jo. E ke për shumë lojnë i rrushit Kratoshin, që është e njoftën këtu të na, kur me marë grecin, me plas kokrën a e delë si ujë. Dhe më thajnë s'ka bojë as pak. Po kur e godit venën, vena dhe le kuqe, si. Dhe më thajnë bojën që e merë prej lkuret. Për atë rrinë edhe fermentimi, po dikure kanë pasot, jo, do të me 7 dite, 8 dite, 9 dite. Nuk ka lidhe jo punë. Ta në vare deri të ti se qka do në me fitu me ta. Ta është ajo që i përdorin si për pas gjaset, aja e tradit jo, do të me 7 dite, 8 dite. Aja nuk ka regull sa dit ke me lanë. Ta në është deri të ti. Një lënë shma gjatë kemi fitu bojën më të fortë, se një që ka lkura, tana ato kanë me kalua në venë, në fund. Janë është baza asaj që ka mërë bojën. Mirë po tash, vranci, me pa kokrën, bus kokrës kemi dalu se cila, në grec dalohet, por në kokrë, janë në bus tjetërit, janë me malësi, si soj, nuk kemi dalu. Po në kjo se e plas kokrën e vrancit, aja është e ka bojën e kuqe si gjak. Aja bashkë e ka bojën e fortë. Mirë po kur e lënë ata edhe me bashkë për gjatë fermentimit me bogur, me gjithçka, a e fiton bojën shumë më të fortë se Kratoshia, kuptohet. Më thënë, ata ke nevojë me la ma pak se çka ke me la Kratoshim për me fitua atë bojë që të duhesh ti. Roze, me godit roze, a e prap prej vrancit ta shumë e shtirë, se e ka bojën tepër të fortë. Roze du të me keni i boj pak ma lehtë, nuk jo me kënë tepër e kuqe, tepër boj qevre, si shtot në roze e boj, por do diçka më të lehtë. Prej Kratoshit mund është me fitua, sa e ka bojnë si ujë, e ti pas disa diçve nestrin, pas nestri, rënë të me këshu kur ka ardha e boja që të konvenë në ty, që duke sanja të tamën, e da venën prej kokra. Vena e kuqe, për mu ba venë të aman, spaku të dënë 1 vjet ditë. Në kjo se është vjel, me 2024, aje muj me kënë gati në fund 2025. Para vjetet, ajo nuk ka ba venë. E di se të na praktikua, e kanë godit, e kanë shtryllë rushën shtator, për vitëria ta e kanë pi venën. Po, mira jo venë se ka kry procesin. Por kur nuk i kanë kushtet, ajo ka dit deri në vera, ajo ka dit me lujt edhe mu prish. Për ata janë gut njerëzit edhe e kanë pi për një herë. Pra po thëmë, nuk mund tana venat e kuqe për me të ne pak ma gjatë, por dej spaku t'i vjet dite dëmë për mu ba venë. Mirë po edhe 2 vjet, a 3 vjet të rëndën vena. Edhe vetëm se ka me shku në kvalitet. Për ata është edhe e shprihe vena sa me vjetër me mirë. E sakt, por jo edhe te për e vjetër. Se la të rekalon, asa i s'mu i meru i vetin, edhe ajo plakët si njeri që plakët, edhe ajo edhe shumë gjana që janë në ta tret alkoholi, për shumë se nuk është me alkoholi atë të fort, janë me ban që se ke rujti, vetin që ke pas nuk e ke rujti aman si duhet, a i muj me të kalu mu ban ufull me kohën. Në kjo se e ke rujt për mësë të ban ufull muj me t'i tret boja, bara e boj shkon të me i tret, atë në është ta logun ven që i thonë, a i nuk është
kur me pa dikun një shishe që një pak me e moqë me sheta logun në ven, nuk ka e gjanë që janë qartë, shumë mendojnë që janë qartë ju, ata tanë natyrë, tanë prej rushit ata, kur që me thonë, diçka tjetër që janë citën në ta nuk është. Vetëm se ka të njëzë kja që ato vinë e blilën pra bashkëll, bahën matrana e bine në fund të dasi, nuk dajë bukur, nuk dajë kenshimi për me papa, ke shumë vena që kushtën shishe 500, 600, 1000, 2000, e ka të një pak ma gjatë, edhe keme pas talogën ta. Ashtu që shumë mendojnë kur e shojnë talogën, thotë kja qartë. Absolutisht talogën nuk do me thënë sa qartë. Plus t'i ke vena që është e pa filtrume, është me mirë për me pi, por nuk është në syna që bukur se ka me pas talogën. Ata duhet me e kullua. Vena që është e pa filtrume, ata duhet me e kullua, në fund për mos me kaluaj talogën në gotë. Ashtu që ka shumë, të në vare qka dënë ti me godi, qka dënë me fitu për asaj punë. Mirë po, si që ti një vetë është ajo shprehja, baba para se ka deki, ka thirë djelte u ka thamë shtë dinin që edhe prej rushit mu i më godi vena. Sot, për fatë keq, pak janë ata që i godisin puro vetëm prej rushit, që me thamë vesh natyrë, shumica përdorin industri. E kanë, shkon, shitet, e përdor, ai konsumatori thotë o kjo të ka vene mirë, edhe ati i pëlqen ajo. I pëlqen edhe çmimi njërë në anë, po i pëlqen edhe ata për me pi. Ti tash, si me spjegua ta është, ai s'ka me ditë se shka tu me pi. Është i pëlqen në shije, thotë në regull, po atë shije e ka prej natyrit, e ka prej industrijet, shtirë se ka me ditë. Në jo shtirë, po s'muj me ditë. Vetëm e gjanë si muj me ditë është kur të dinë se si përlohet. Kur të dinë se si përlohet, sa ka vnesh, sa shishe godit, atë na ke me ditë. Po kur të dinë se, nuk dinë se ku ka vneshtën, e kam ble prej nëllët e poshtë rushin, ata është komplet diçka tjetër. Edhe Coca-Cola e Fanta për dikanën, është e ka shine e mirë, ata fort mirë. Edhe s'pin tjetër sokur pos janë ta, po qka i ka pinë? Sa është nërë që me është, njëjta gjë është edhe në vena. Të më thaj mu i mja godit shien, e mjalla aromën, e mjalla bojnë, e mjalla tetana, po mas pak të qka ka në të ka rush. Dhe sa i përket të armës dhe planeve tuaja, çfarë planifikoni, a do të dëshojmë etiketa të reja, apo gjërimet në tregjet të tjera ndërkombëtare? Tash jem tu me krye dizajnin e një etiketës të reje për vend bardh. Besoj që i shpejt, në vërtet dizajnin pa ka shumë gati krejt e kem krye, por këto mali i zi, si shtohet për me arrit diçka, për me godit diçka, është një trafik e vogël. Jo trafik normal, por shumë e vogël. Dhe ti kur me e këshyrë tash e këto shishe, do shumë e thjesht, por shishja prej Slovenijet, firma prej Slovenijet, tash e provojnë Slovenia, diku tjetër nuk e di, po firma prej Slovenijet. Kapica nalt, aja prej Bulgarijet, letra prej Italijet, e shtampa është banë Sërbi, e qepi mrena prej Francët. Na nuk mujmë prej këtë më shkua në gjithë cilin shtet me jesdirat e, po të na duhet me i krye online që janë shumë shtirë. Mirë po, për gjithë cilin duhet me pritë për me marrë dhe me pa i herë, si da shishja, si ka me da qepi, qëfare ta është, duhet mu konsultu me ta për me ardë deri të ata. Kur me e këshyrë, da okej, gjithë që kanë regull. Mirë po, etiketa e vendës da shumë e thjesht kur me e këshyrë, por ka shumë punë më rapa që rrim pas sajna. Pse po thëm punë, se posaqë, edhe në venat kuqe, po posaqë e venat e bardha, ajo shkon dihet verës mas shumëtit. Ku pahet shishja, pahet në kibël me akull. Ajo shishja e lagë. Në kjo se nuk është shtampa e letra e mirë, ajo ka mund shlye. A do në tikush me e pa që gullet zirë shishën prej akullit për me e bush gotën me zhujt dora, ose me e pa se anë shlye komplet, jo. Dhe më thënë është, edhe shtamparje që i godit është shumë, do të me kanë shumë profesioniste në atë punë për me e ba. Në këto letrat e mija, shtampa me shti që ka është me e ba, është kur është letra e zezë e shtampa e bardhë. Aja me shtira. Kam pa shumë, për shumë që më thënë, po mu s'ka problem, marrë në letrën e bardhë, e shtampasim zezë, atër na e dajmë prej sajna me shkruet bardhë, se në thëmë, absolutisht, e ka jo tanë ajo boj, ka me shkua ajo boj. Sa të laget pak vlagisit i fije, a i tanë ka mund shlye. Ashtu që
shumë mundim rrim për pasja asaj etiketë që çdo janë kur më rajs ata nuk është kurzon më rapa sa na çka okej, po m'pëlqen, s'po m'pëlqen edhe ka krye mirë, po kur e shoh që lexohet mirë, nuk ka problem, thotë lexohet në rregull, mirë është. Po kur e shoh që ka dalë, nuk mund mu lexo si duhet, thotë çan këta që si s'ka dalë. E tani ato duhet me i krye, me i provua njërën letër, në tjetrën letër, si ka dalë, a mundet, s'mundet. Ta në vartë aldherë të letra, aldherë të shtampa, janë shumë probleme rrinë mrapa, sajna që nuk shihen absolutisht, nuk mush me dalua se çka vetëm ata që merren me atë punë, atë na e këshyrë thotë, ta bon zoti halal, ku ke mujt me gjetje këta, ata me goditje këta se ai ka provuar, ka dalë, thotë kështu, i ka dalë, po kur i ka godit 1.000, 2.000 tiketa, 5.000, ku ta di unë, nuk mujt me i kthy bashkë mrapa se nuk kushtojnë lira etiketë për me e ba. Ashtu që janë gjithçka da kollaj kur me e këshyrë, po pas sajna, po saqe për këtu në Malzi Shihet një proces i është i zënë shumë e shtirë për me e krye për me e ba. Për vendin e bardha kam krye, po e pres shishen tash i muj ditë e pres vetëm shishen, vetëm i shishe për me marrë, se pa me marrë ajo shishen për me e pa në basë sajna, me pas mallësinë etiketës se me ka nis ata dimensionet. Unë pa me e pa së ndorë teme, me e pa se si ka me dalë, nuk e fusën treg. Muni me e kalu sezonën, po nuk lodhën për atë punë. Pa me e pa, janë ashtu si çdo umër me e ba, s'ka me e godit. Si duhet, o nuk ka me e ba s'pak. Jeni kënaqur se si janë duke u mirëpritur në treg? Për treg mund të thëmë se jam fort i kënaqur, edhe ma shumë se çka e kam prit janë tu me e mirë prit. Pra po thëmë, nuk ka se jam trem se s'ka me mirë prit dikush, se qysh momentin e parë që i kam thënë, okej, du me hit ashtë për me janis me edhe na me godit vena, kam thënë, ka me ka i njoftën për kvalitet, o s'ka me prollu as pak. Tanë gjithë cili deri tash i kam pas takime me ta për me që e kam provu vend, se në gjithë cili është i kënaqur me cilësi, me vend, dikuj në tash, se vena është deri të shia. Në shije nuk mund shme i bërzi kur kujna, po kvalitetin mund është me i dalua. Tash, dikush e ka ma qef jarën, dikush e ka ma qef tjetrën, po nuk të se s'muni me e pi këta. Thot, kjo po mduket, thot, fort e mirë, po kjo thot po mduket me mirë se kjo. Atë na janë shia e gjithë cilit person. Plus, vena kur pitën varet në kjo se nuk e ke disponimin si duhet mos pi ven. Vena duhet me e pa disponimin si duhet për me konzumua. Vena saj përket alkoholi e pije, vena është një stil tjetër. Vena është stil jetës. Nuk është, se me tanë, okej, pe qili me pe pi një bira, pe pi një vodka, diçka është komplet diçka tjetër. Vena do në elegancë, vena do një herë që ti është pozitiv, para se dush për me konzumua. Me kenë ngjarje një bashkim që është diçka i veçantë, shoqnin që e ke shoqnin e mirë për me e pjesën, janë ta edon vena. Për me e tije taman me pashje, me lezetin e sajna, si shto deri në pikën e fundit. Ashtu që jam masë i kënaqur, po sa që ishtë tashën e kem ba prezentimin e parë që kene ba për vena, e kene ba në Michigan. Jo rastisht e kena zgjillë Michiganin, në restoranin Zana. Aty është pronari 3 restorani, në këtë vikend kam e kene i 4 të restoran, e shpejt kam e pasë edhe 5-tin, është Mariani Camaj, ku mora em, Mariani i Nreks Lëshprels, i cili si shto nuk ka jo i vetmi, ka boll, jo me thënë shumë, se nuk janë shumë, që i kanë shkua, e kanë bën diçka në Amerikë, se ma shumë kena si që i kanë shkua atje, besom, ka alla si që kishin më këthy mrapa ka bela, po Mariani, si shtot me 2000, nishin 2002 ka shku me durën gjepa atje. E sot me kenën në Birminghamën më të mirën vetit Michiganit, me pas 2 restorane tina, edhe jo veç restorane thjeshta për restorane ekskluzive, ajo është një gjë e madhe. Tretin e ka në Detroit në qendër, ashtu që aja kënë edhe që në fillu më thote, ha ku marë, qka po banë, hajtë me i godit venem, ne i prnuk, ha. Kur më thote, ashtu më dukte diçka
e pa imagjinueshme, thosh ja, s'kem shans na për me perrin për me bata. Mirë po pak ka pak, tu me pallë këta tjerë tu me marrë medalja prej vnesh semë, tu marrë medalja këta prej Malizi që blejnë rushin të on, po se po mujnë ata me i ban, s'po mujnë na. Mirë po njeri ka herën tepër shumë i nxanën me punën, njëre në anë, atër na edhe priton, mja nisën tjetër në anë, atër na du më shty edhe shokët edhe familja të tanë hajtë po goditë, po kam godit për vjetë ka pak, por jo me futën në treg. Thëm, pupelësën, po hajtë se ja nisën pra për me godit. Mirë po kur kam hi për me godit në për treg, atër kam thajtë, tash ata që ka di vetë me i ban, është okej, është njërë në anë, po aty du të me i pasë personin që merët me atë punë. Teknologin që e kem që ka na e godi venën është prej Sërbit, ajo 14 vjetë ka jetu e punu në Kaliforni. Në kontakt ke marrë me ta përmes një personit që ajo është doktor për alkohole të forta, e Marku Lekoqaj. Përmes Markut Lekoqaj ke marrë dhe në kontakt me Draganën, që ka tu me kenë se ajo e një tregun në Amerikë, se ka punu atje në Kaliforni, 14 vjetë, i kam thënë, Dragana duo për treg të Amerikës. Du me godi vend për treg të Amerikës. Edhe tash që jem kenë atje, si në Detroit, si njërë, ke kam pa që ja ka arrit qëllimit. Dhe me thënë, venat, u kam punu, që kam ka thënë ajo për me ba, po ajo ka kryesorja. Në ajtë në gjohë e bojmë edhe për rakinja, ta që ka thot Marku, ja ta ke me ba. Një thot, nuk vije, du të me derë, kem me derë për besë, pa kur farë problemit, po nuk ka nevoj, se s'kem nevoj për marrë derë atë, se është për ti met, jo së është njëri yni, por është për ti met doktor për atë punë. Edhe njëri që e donë, nuk kam vërse ka krye shkollën, por e donë. Si Marku për alkoholit forta, si Dragana për vena, e duhen punën që e bajnë, shkollën që e kanë krye, e bajnë atë punë, e duhen atë punë. Njëjtë në gjanë, Marjani atje në Michigan, ata që ka arrit, e ka arrit se e donë atë punë për me ba. Edhe e banë me shumë modesti, por me profesionalizm të madh. Ashtu që ai ka arrit si shtohet shumë larg, po me çka shoh ka me arrit edhe më larg. New York e kem bante në qaos të Zefi Gjelaj, edhe ai njeri yni, do më thënë gjithkohë si atje si ka i kem pas një zitan që ka i avris njerën për sfortit si Marianit, si Zefit në mbështetjen e tyne, se punën e madhe për atje e kanë krye ata. Ata i kanë thirrë njerëzit, se kanë me pas aty, se promovimin e kena ba jo vetëm për konsumator, si tonë për njerëz privat, por aty në promovim janë kënë njerëz që kanë restoranet e veta, restorane ekskluzive, tashmë ata njerëz nuk i një ka dikon, po nuk i një të tanë, ashtu që në Michigan Mariani ka aftua, për derisa New York i ka aftua Zefi, ka me pas aty. Ashtu që aty një avris njerën për sfortit, se ajo është një ndihmë e madhe për mua, prej tyne, mirë po, ne na lybet mu lidh ma shumë njëri me tjetrin. Si familjen që i kem atje, si na që jem këtu, do të mu lidh ma fort me bashkëpunu ma shumë me njëri me tjetrin, ashtu si që bajnë edhe kohë me tjera. Pse na vesh do të me punua, e mos me këshyrë pak edhe në biznis, me punua pak ma letë, por me pasi bashkëpunim njëri me tjetrin. Se, pra po thëmë, vena që i kam qua atje, as i restoran nuk e du për me marë për hatër. Absolutisht. Në kjo se aj nuk e shef i tesën aty, mu i me marë herë dy, po nuk ka kur zëna fatë gjatë. Mirë po në kjo se ka kvalitetin e shesh që i kam e pas fitesën e kam ju shit, atër në dhe të marrin. Se për me e marë për me le për hatër, nuk është kur zëna fatë gjatë, nuk kem nevoj për atë punë. Do më thëmë vetëm biznis, për me pa marë parasysh shoqënia njërë në anë, po puna du të me këshy si punë për me kem profesional, puna du të me kem njërë në anë, shoqënia në tjetër në anë. Është fort e mirë, është shumë me letë kur i ke shoke, i ke të afërm, se për çdo gjë mund është mu konsultua, këta vije me ken ashtu, këta vije me ken kështu. Ato gjëna mund me ardhë deri te profesionalizmi edhe më i lartë atë, se menimi i atina, e përvoja atje me përvoj të me këtu, mund me ba komplet diçka tjetër. Ashtu që qëllimi ju në qyshën start është kënë për me baj hercilësis të lartë, me kënë kvalitet që çdo njëri që është malësor,
apo edhe nuk ka malësi për jeton në Malëzi, në foto shqiptar, e do në mjallon një komi tjetër, një shokut tjetër, me qaros me diçka me marrë shishe ven, me alla me krenari, me kalzo që edhe na kem kvalitet, edhe na kem cilësi, edhe na bajmë, provojmë diçka, edhe na dim diçka si shtohet. Jo, nuk e kam këshyr asnjë herë, nuk e kam këshyr sa kam me ken fitesa, sa kam me ken plusi, minusi atë, absolutisht, vetëm për me shku në kvalitet. Vena e ka edhe i shprehje, në kjo se do të më u ba milioner, i herë do të me ken miliarder, atë në qilë vinarin e bahe milioner. Ashtu që nuk është ajo fitesën në vena si që menon ka dikush, është një punë shumë e madhe pas saj, nëse në këtë tiketa që janë këtu tash paranesh janë me 2021, vjelën të 2021, mirë po me 2018 në kam blehin e nisë me ba kompostin për mja qitë në 2020 në dhëtor, në orë dhëtor, për me pas me i vjelën 2021, nësot ime në 2025 për me futën trek, për me shqit. Ashtu që i dëni i proces lartë, investimi është ba tash sa vjetë, ja ta du të edhe me mujtë me dërua, me përbalua atë investim. Kure me përlu me ba diqka ashtu, e mos me ba cilësis lartë, atërna nuk e di pse kishim me ba. Malizi si Malizi është veti vogël. Tanë me kënë në vëndesh në barabar nuk mujnë me ba konkurencë kur konë në botë me kvantitet. Mirë pësaj për këtë kvalitetit, jam masë e bindën që mujnë me konkuru me venat më të forta në botë ku mujnë me egzistua. Se e kem klimen, e kem tokën tonë është derit e na, a du me punua, s'du me punua. Mos të rahet dikush se jo ata italian, ta franqes, ata dine e kanë traditën. Janë traditë sa të ble me pare. I ke teknologat, nuk ke nevoj me mënua për atë punë, i ke veglat, që i ble për atë punë për me të arrujt gjdo mirë që ka lonë natyra, kemi pas një atë grec, kemi i kalu direkt në ven. Nuk ke nevoj me mënua se jo po prishet, jo po qartët, ata mujnë mu prishin, kjo se s'ja veti menen, kjo se mënon që e ke e krye, në moment që e ke e vilë rushën, mënon se e ke e krye, jo, atë ja ka njësa tër puna tjetër. I punë që i donë shumë për kushtim, edhe si të thëmë precizitet math. Për marë për të gjdo sen që ka dush për me i punu në ta, e do një përkushtim të math për marrë dhe të kvaliteti. Edhe pse i ke pas nështë të arrushën kvalitet, mund është me i prish venën. Mirë po për një ata që ata kalën zoti në atyra, për që i ke kvalitet, për me i kalu në ven, du të me dit, du të me i pas edhe veglat e mira për me punua edhe me i ruajt. Pa marë parasysh edhe pse dine i ke ruaj veglat në kjo se si keta e hazër, barabar kemi e qartë. Ashtu që nuk kryhet në moment që janë vjeli, janë shtrull, rushja të nëska kryet, ja ka njësa tër puna tjetër. Ashtu që menoj edhe kisha me i sugjerua, dhe këta tjerë që i kanë të neshta për Malëzi, t'ja nisin në përrollim finalit vetin, se na i kem për Malëzi, Malazes që i kanë nështë 2 reda, apo 3 reda të mit, e ata kanë vendin e kanë tiketën e vetë. Me 1.000, 2.000 ardhinja kanë tiketën e vetë. E na kemë Malësi shumë që i kanë 3.000, 4.000, 5.000, 15.000, 20.000, e nuk e kanë tiketën. Besëm, ma mirë kite me kemë për mua, me i pas let vinaria këtu për para, se e kam shumë ma letë, se gjithë silën kish me i dhe qka du të me ba për këta, ku me ba për ata. Kështon të ashtë ma lypë gjithë kënë si shtot me shku në kamë ndur për me arë deri të registrimi, deri të etiketa, të shishja, të gjithë qka i që ka da për me i ba, ma da me shku si shtot në kamë ndur. Mirë po këtë tjetëri, nesër i dyti që t'ja nisin nuk ka nevoj me arë për atë punë. Lirisht, mujë me në kontaktua, nuk ka nevoj me ra rrugës, ka kam ra vetë. Në vërtet, a i ka me arë deri të qëllimi, po jo rrugës ka kam ra vetë, ka me shku rrugës kollajt, për me arrit deri të aj qëllim. Ma mirë, është përgjithë cilën që të kemi produkt final, se kur e ka etiketën në ta, aja është emni. Edhe në basë sajna ne kem kvalitetin, e në basë sajna edhe kem e ken dikush. Në kjo se vetëm rrim të punu gjithmonë për atë tjetrin, mazën si shtohet e marrën ata që ja fshesim në rrushin, jo na që i shesim rrushin, ata që i blejnë e godisin ven, ata e marrin mazën. E pse mja allana aty në të me mujtë me i bana. Pa dyshim. Më vërtet ishte një bisedë shumë e këndshme dhe shumë e vlefshme për të diskutuar, të falenderoj shumë dhe të urej suksesin në çdo gjë që bën. Falenderit juve që keni ardhur, sukses ju në punën tuaj.